Mereme Sela nuk ka vonuar për të vënë sërish në lëvizje gjykatën për të vendosur mbi zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Të martën shkalla e parë rrëzoi Padin me argumentin se dosja e Padis ku kërkonte pezullimin e votimit dhe rikthimin e saj në gar nuk ishte e plot. Këtë të njëjtë mjekja nga Durrësi u drejtua apelit ku kërkon nisjen e procesit. Sela, duke cituar vendimin ku ju rrëzua dosja, thotë se gjyqtarja kishte evidentuar mungesën e dokumentit të identifikimit apo adresën e paplot të selisë së Partisë Demokratike, por shton se ky argument i duket si më shumë frikë nga gjyqtarja për të trajtuar zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Sela u përjashtua nga gara përballë Sali Berishës me argumentet se ajo nuk përmbushte kriteret. Pas kësaj, demokratja nuk bëri ankesë në Komisionin e Apelit të Selis Blu, por zgjodhi rrugën e drejtësisë. Në garën që do të mbahet në 23 qershor, nuk u lejuan as Ervin Saljani, Evi Kokalari apo Alesia Balliu.